Shpella e terrorit, ja çfarë u zbulua brenda saj. Në Belize gjendet e ashtu quajtura shpella e terrorit, ku në vitin 2006 janë gjetur rreth 10.000 eshtra njerëzish. Po ashtu, së fundmi, janë gjetur mbetjet skeletore të 118 njerëzve, të cilët mund të kenë shkuar për të vizituar shpellën. Shpella ndodhet në Belizen qendrore, pranë fshatit menonite të Springfield, rreth 9 milje në jug të kryeqytetit Belmopan. Sipas studimeve të reja, besohet se eshtrat e gjetura më shumë se 10 vite më parë përfaqësojnë një grup njerëzish që bënin sakrifis për perëndinë e shiut të popullit Maja. Çak. Thuhet se njerëzit që sakrifikonin veten varreshin me një litar ngjyrë blu, dhe kjo ngjyrë është dalluar në jo pak eshtra rreth zonës së qafës apo fytyrës së eshtrave të gjetura.